është rritur ndjeshëm numri i divorceve dhe është për të thënë ka rënë edhe numri i martesave. Është e vërtet që divorci kërkohet më shumë nga gratë dhe kjo jo për shkak se ka ndodhur diçka me këtë gjini, por për shkak se gratë janë lodhur, mendoj unë. Janë lodhur nga dhuna psikologjike, nga dhuna fizike, nga dhuna emocionale dhe gjitha këto kanë çuar në një ndërgjegjësim më të shpejtë të tyre. Kjo vjen edhe nga sigurisht edhe nga pavarësia financiare. Kjo vjen edhe nga gjendja emocionale e kaluar prej vitesh dhe e akumuluar. Kështu që mblidhen disa faktorë së bashku dhe arrin në këtë konkluzion që marrin guximin dhe tentojnë të hapin proces. 40 vjeç, 50 vjeç i bie që në 90-ën kundër sistemit, domethënë në 91-shin gati të kenë qenë 10 vjeç. Këto vajzat. Po, që do të thot, ata kanë parë jetën e familjarëve të tyre, të nënave të tyre si janë rritur, më pas kanë parë si ka filluar jeta e tyre dhe pastaj kanë arritur në këtë përfundim. Por duhet prekur fakti që tentojnë të bëjnë një zgjidhje martese për të qenë të qeta dhe për të shpëtuar, por patjetër që kalojnë një kalvar jo gjithmonë të lehtë dhe jo gjithmonë kaq të qetë për të arritur në këtë përfundim. Në fakt, si janë gratë që kërkojnë shumica e tyre kërkojnë divorce? Si janë gratë? Pikërisht nga këto faktorë që ne përmendëm, gratë kanë arritur në këtë nivel tashmë që shpesh nuk ja kanë nevojën financiarisht bashkëshortit, kanë arritur në këtë fazë ku nuk pranojnë më asnjë lloj dhune dhe kjo bazuar në të gjitha rastet që un kam ndjekur që shpesh tre janë fjalët kryesore: tradhti, dhunë dhe gjendje emocionale.